Avokatët në të gjithë vendin kanë bojkotuar këtë të njëjtë të gjitha seancat e tyre në shenjë proteste pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjykatat dhe prokurori gjithashtu kanë ndaluar punën dhe kjo situatë do të vijojë edhe të premten. Komiteti drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë në një qendrim publik thotë se kjo është ngjarja më e rëndë e paprecedente ndodhur ndonjëherë në sistemin e drejtësisë. Komiteti drejtues i Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë vendosi një zëri që të bojkotojë të gjitha proceset hetimore dhe ato gjyqësore për çështjet penale, civile dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykimit për datat 9 dhe 10 tetor 2025. Thirrjes janë përgjigjur në unison të gjitha dhomat e avokatisë në rrethe. Kryetari i avokatëve të Juglindjes Nevzat Arelli ka ngritur alarmin për mungesën e mbrojtjes së gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve. Ne mund kemi rezerva mbi çdo vendime. Unë jam i parë që kam bërë oponencë ndaj shumë vendimeve gjyqësore, por as oponent dhe kam ndjekur rrugën ligjore të ankimimit, ndërsa vendosja e gjyqtarëve pa mundësi fizike për të dhënë drejtësi, për shkak të mbingarkesë, për shkak të reduktimit të numrit gjyqtarëve gjatë procesit vettingut të gjithë, ka sjell një malmendosje dhe ka sjell dhe një urrëtie të opinionit publik në kuptimin e zvarritjeve dhe të dhënies së drejtësisë. Ne duhet të ngrem respektin ndaj gjyqësorit. Një vend që mbet respektin ndaj gjyqësorit, patjetër që do të prodhojë kriminalitet të këtij niveli. Në aspektin real, praktik, absolutisht që ne ndjehemi të pambrojtur. Ne shpeshherë jemi bërë subjekte të kanosjes të kërcënimit, të fyerjes të shantazheve dhe brenda sallave të gjyqeve. Nga palët të cilët natyrisht mund të kenë rezerva, pala kundërshtare të shef si armike të gjithë me radhë, dhe këto duhet ndalen. Edhe në Vlorë, kreu i Dhomës së Avokatisë Durim Bajrama i quan këmban alarmi vrasjen e gjyqtarit në Tiranë. Dhoma vendore e Avokatisë Vlorë ndihet e tronditur nga kjo ngjarje makabre. Vritet gjyqtari brenda në sallë të gjyqit dhe ky është një dështim i sistemit, nuk mund të quhet një krim individual, por është një dështim i sistemit. Shteti nuk mund të fshihet pas deklaratave formale, por duhet të mbajë përgjegjësi që e ka lënë në këtë drejtë sistemi gjyqësor, pa garanci, pa siguri dhe gjithmonë duke e presuar me deklarata politike nga të dyja krahët. Në Fier, Elbasan, Shkodër e shumë qytete të tjera, gjykatat vendosën të ndërpresin zhvillimin e seancave gjyqësore të parashikuara për të njëjtën. Përjashtim bëjnë vetëm çështjet me karakter urgjent.